Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me ngjarjen e ndodhur mëngjesin e së hënës në zonën e Repsit në Mirdit, ku u ekzekutua me armë zjarri 45 vjeçari Valter Leshi. Veprimet hetimore dhe dëshmitë e mbledhura deri më tani kanë ndihmuar në rindërtimin e lëvizjeve të viktimës para atentatit. Sipas burimeve hetimore, 45 vjeçari kishte dalë nga banesa e tij në Rreshen rreth orës 6 të mëngjesit dhe së bashku me një koleg pune ishte nisur drejt kompanisë së Bazaltit në Reps, ku edhe punonte. Rreth 2 kilometra para vendit ku ndodhi krimi, pasagjeri ka zbritur në një lokal, ndërsa 45 vjeçari Leshi ka vijuar rrugën i vetëm. Hetuesi dyshojnë se lëvizjet e viktimës janë ndjekur që nga momenti kur ai ka dalë nga banesa dhe autorët janë sinjalizuar për itinerarin e tij. Ata dyshohet se i kanë zënë prit në një kthes rreth 1 kilometër pa mbërritur në vendin e punës. 45 vjeçari është qelluar nga një distancë afër duke marrë plagë të shumta në kokë dhe fytyrë. Mënyra e ekzekutimit tregon vendosmërinë e autorëve për t'u siguruar që viktima të mos kishte asnjë mundësi shpëtimi. Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka shoqëruar dhe marrë në pyetje disa persona që mund të kenë ndjeni për ngjarjen, por deri tani dëshmitë e tyre nuk kanë ndihmuar në identifikimin e autorëve. Paralelisht, grupi hetimor po ushtron kontrolle në zonë dhe po analizon pamjet e kamerave të sigurisë në Rreshen dhe përgjatë rrugës së Kombit. Valter Leshi u gjeti vrarë rreth orës 7:10 minuta të mëngjesit të së hënës në rrugën Reps-Spaç. Një nga pistat që po verifikohet lidhet me dyshimet se ai mund të ketë pasur dieni ose përfshirje në vrasjen e Anton Kelit në vitin 2020 në Rreshen, megjithse deri më tani nuk ka pasur prova që ta implikonin atë ngjarje.